E përmendëm më herët vëshi që nëse kishe pas rast me shku në bisedimit edhe me u taku me ta, a kish me qenë e lidhë të e di që ai ka qenë ministër në kohën kur ty të kam rrotë dy vëllezër? Jo, nuk besoj që... Se kena po në ato momentet Ramushi kur është taku, nuk ka qenë fort rehat me vëqi. Nuk mendoj që i shkon e lehtë, nuk mendoj që është e lehtë as për zyrtar tjerë të shtetit Kosovës, për kryeministrin aktual, për ish kryeministrat, po me gjitha ato unë jam i arsyeshëm, unë e kuptoj se zhvillimet politike, koha, integrimet, kërkojnë reforma edhe në mendim. Kosova nuk ka asnjë arsye mundi keq përballë Serbisë, po duhet m'ia thonë fytyrë që ata janë njerëz që kanë bërë krime, kanë bërë gjenocid, pastrim etnik, edhe nuk duhet hiç mundi inferior. Se ne jemi fitues, ne kemi fituar drejtën tonë si shtet, fatkeqësisht ndoshta nuk kemi arrit me një sa duhet njerëz të luginës Preshevës për me marrë drejtat e veta çfarë i takojnë. Po nëse e kam thonë edhe përsëris, në rast se Serbia nuk ka interes me pas paqe me neve, nuk kemi asnjë nevojë na mund nxitu me vrapu mas tyne, se kema dert hiç, mund të kemi integrime euroatlantike, lehtësisht pa e përfunduar historinë ose kapitullin me Serbinë me një reciprokës, siç po folet tash. Në rastin konkret, muj me marrë Maqedoninë, për shembull Maqedonia ka qenë shtet i pavarur, i njoftun prej gjitha shteteve të rajonit, i ka arrit gjitha procesin. Është anëtare e NATO-s, është kandidate ose potencialisht kandidate tash për integrim euroatlantik, ka liberalizim vizave, i ka gjitha drejtat e barabarta. Tash arritje në marrëveshjen me Greqinë, por edhe ne nuk duhet me e kthy kryt maska Serbia, me prit Serbinë se çka po mendon për neve. Ne duhet me rrit shtetin tonë, me fuqizu, me i trajtu serbët e Kosovës si qytetarë tanë. Mos me jalon Serbisë me i manipulu, sa ajo i manipulon. Sa herë t'i vyn, i shfrytëzon, edhe thjesht me rrit shtetin. Shteti nuk duhet me i pa rrezik serbët e Kosovës. Nuk janë rrezik për ne, në rast se kësi shteti kemi, që 5% në komunitetit serb e rrezikojnë shtetësinë tonë, atë na nuk e meritojmë me pas shtet. Po ne jemi shumicë, ne kemi për obligim me i trajtu gjitha komunitetet në Kosovë, deri në atë masa nuk bin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për shta dhe ka ligj, ka dhe kushtetutë, ai që e shkel ligjin, është veni, ka hapësinë mjaftueshme në përburgjet tona.